Është haram thot me punu kamarier me alkool. Po, haram është. Për fatkeq, në salon që t'ju jep një punë të mirë, t'ju largoj prej këtyne punëve, mundoni me gjetë diçka që është ma khejret, ndoshta dikush prej jush është i nevojshëm për pare, është në siklet, ka vështirësi me gjetë punë tjetër, por mu m'jen keq që i tham është haram se nuk më mja bo halal. Pra nuk du me e trahtu edhe me i thonë hajtë se s'ka gale me mbyll njën në sy, sepse të ke fundit i thash unë halal apo i thash haram, Zoti mbetet ai i cili e ka dispozitën e prerë. Pra nëse unë haramin ja bëj halal, nuk është që ka me pështuaj në botën tjetër, prandaj nuk du askand me e trahtu e me ja bo rafsh, pastaj me marrë në qafë në botën tjetër. Pejgamberi a.s. ka thonë kush lën diçka për hir Zotit, Zoti e kompenzon me diçka më të khejrit. Mundo me gjetë një punë që është më e khejrit, ka dal me sinqeritet lype, edhe pendo për të kalumën tonë. Zoti është falës, Zoti është i mëshirshëm, edhe e din niyetin, brendësinë dhe sinqeritetin e secillit prej nesh.